Do të donim sigurisht që pasaj një votim elektronik, votim dhe numërim elektronik, se që të hiqet largohet kjo ushtria e komisionarëve që shpesh herë janë abuzues. Jo thjesht abuzues se vjedhin vota. E i numërojnë keqe, falsifikojnë e bëjnë të gjithë këto lloj historinë 30 vjeçare që i kemi dëgjuar. Por sepse ky takon njerëzish për gjithë funksionet që ka e rikaton më shtetin shqiptar, kushdo që vjen qeverisë, ato njerëz që janë atje, do kërkojnë të nesmen. Për që ke doganat, ke tatimet në punë, ku e diun, do të interesat vogla, familjare, direkte, se ngrejnë pretendimin, ne kemi rujt votat për partinë, ne jemi për plashet, kur po ta bëjmë elektronike, jo vetëm që mbaron shpejt, po ta thash se heqë edhe këtë faktor negativ për realiteti shqiptar. Këto gjëra kërkojmë ne. Do të shihesh hap një debat për sa i përket atij barazhit poshtë, dyshe mes. Që disa pretendojnë 4%, thonë që e duan disa partitë vogla, nuk e di. Po, por ju si e gjykoni, për partitë e vogla pragu 4% është mjaftueshëm apo e çon? Ne gjykojmë që pragu që është atje 2.5 ka kushtetuta, është i mjaftueshëm, është për bukurinë e Zotit. Ka nevojë për 4%, ne jemi demokraci shumë e re, 35 vjet kemi ne që votojmë. Pse da vesh 4%? I zesh rrugët atyre partive të reja që do dalin. Edhe këto parti që e pretendojnë, deri dje nuk ishin, e kanë kalu këtë rrallë 4%, po mund mos e kalojnë herën tjetër. Kështu që legji si princip një herë do mendu që si zgjerohet demokracia në Shqipëri. Jo si bëhet përjashtuese. Për çfarë vojtën partitë?